Bashkuara të Amerikës në rajonin e Gjirit, siç ka ndodhur dhe më përpara, duke tensionuar disi situatën, por në një farë mënyrë duke ushtruar presion mbi diplomacinë në mënyrë që ajo të veprojë sa më shpejt dhe të përmbyll të gjithë këtë sak të krijuar tashmë për më shumë se parafërsisht ta themi 3 muaj, që doli edhe jashtë parashikimeve. Por duhet dalluar dy gjëra. E para që Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë që ta mbyllin sa më shpejt luftën në Iran, sepse kanë angazhime të tjera, natyrisht si brenda vendit ashtu dhe ndërkombëtarisht. Nga ana tjetër, po ndikon negativisht mbyllja e ngushticës së Hormuzit në tregjet financiare ndërkombëtare, në bursat e hidrokarbureve, por edhe të mallrave të tjerë. Dhe së treti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen edhe në prag të zgjedhjeve midterm të pjesshme të mes sezonit, veçanërisht për Kongresin Amerikan, që natyrisht do të ketë, si thosh, reperkusione edhe lufta në Iran, sepse në bazë të sondazheve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lufta e Amerikës kundër Iranit nuk është mbështetur nga masat e gjera të popullit, edhe nuk e shikojnë si një interes të drejtë për drejtë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të popullit amerikan. Ndërsa Irani nga ana e tij kërkon ta marrë më shtruar të negociatat, kërkon të përfitojë në kohë, sepse duke përfituar në kohë natyrisht e ul presionin e luftës, nga ana tjetër e përdor për të rigjeneruar ato forca ushtarake që mund të rigjenerojë gjatë sa periudhe për t'u kundërpërgjigjur ndonjë sulmi të mundshëm, ashtu siç ndodhi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër për ta përdorur edhe kundër në drejtim të popullsisë vendase, për t'i dhënë një frymarrje dhe për t'i treguar se regjimi ajatollave është në kontroll të plotë të situatës, madje një interlokutor i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe natyrisht për t'i dhënë një frymarrje edhe prokseve të veta në rajon, veçanërisht Hezbollahut, ku lufta e Izraelit kundër Hezbollahut vazhdon të zhvillohet dhe aty ka pasur edhe reperkusione të tjera, madje edhe shoqëruar me viktima e kështu me radhë. E kuptoj, por në situatën ku jemi, tashmë edhe me kërcënimet e gardës revolucionare, çfarë mund të prodhojë gjithë kjo histori? Po mendoj që kjo është në kuadër të retorikës politike, ku secila palë kërkon të përfitojë sa më shumë në këtë drejtim, kërkon të ushtrojë presion mbi palën negociuese, por edhe aktorë të tjerë të cilët janë futur në një farë mënyrë, janë angazhuar në procesin e paqebërjes në Gjirin Persik, edhe në lindjen e mesme në përgjithësi. Këtu kam parasysh edhe Kinën, e cila në një farë mënyrë është angazhuar në këtë drejtim, përveç negociatorëve si Pakistani, por edhe të tjerë në rajon, përfshirë Omanin, në një farë mënyrë edhe Turqia është angazhuar. Kështu që në këtë kuadër po shikohet se si mund të mbahet ndezur linja diplomatike, se në fundit aty do shkohet për një zgjidhje diplomatike ku pritet të nënshkruhet një marrëveshje, por këtu ka disa ndasi ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë edhe janë bashkuar, gjë që e deklaroi sekretari amerikan i shtetit Rubio gjatë vizitës së tij në Indi, për ta ndarë çështjen e armatimit bërthamor të Iranit nga pjesa tjetër, veçanërisht nga ngushtica e Hormuzit, që është më iminente për të zgjidhur, dhe pastaj të trajtuar më gjerësisht çështjen e pasurimit të uraniumit, se edhe këtu ka disa nënçështje të tjera, ka të bëjë me pasurimin e uraniumit, ka të bëjë me atë kontingjent prej rreth 500 kg uranium të pasuruar deri në masën 60%, që është gati për të prodhuar disa armë bërthamore nga ana e Iranit, në mënyrë që kjo sasi të tërhiqet jashtë Iranit, pra të merret, dhe nga ana tjetër që i gjithë procesi i përdorimit të uraniumit të përdoret për
qëllime, si thush, utilitare, jetësore, shëndetësore, ekonomike nga ana e Iranit, por gjithmonë në vëzhgimin e agjencisë specializuar atomike që është një agjenci ndërkombëtare në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Kështu që kjo përbën një kompleks të tërë çështjesh që duhen trajtuar dhe ku vija e kuqe e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi është që Irani të hejdor një herë për gjithmonë nga posedimi i armës bërthamore, por nga ana tjetër të kalojë në këto nivele të tjera që ta përdori për qëllime ekonomike, shëndetësore, utilitare kështu me radhë, por që kërkon një trajtim të veçantë. Ajo që është më eminente tashmë është ngushtica e Hormuzit, se siç po shikohet është bllokuar për rreth 3 muaj qarkullimi më vital i hidrokarbureve nga vendet prodhuese të gjirit drejt tregjeve ndërkombëtare dhe këtu kemi të bëjmë me 1/5 e kërkesave të tregjeve ndërkombëtare me lëndë hidrokarburës që dilnin nga vendet e gjirit dhe nga ana tjetër për të rregulluar disi edhe bursat financiare, bursat e mallrave të ndryshëm, por edhe në një farë mënyre edhe kontingjentet e këtyre vendeve që prodhojnë naftë, siç janë vendet anëtare të OPEC-ut, por edhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, mbasi ka një reduktim të kërkesës së tregut, sepse është në ndikimin e inflacionit, në ndikimin e çmimeve. Megjithatë, gazi dhe nafta janë çështje sigurie globale, por edhe sigurie kombëtare për të gjitha vendet, ndaj dhe po shikohet tashmë për burime të tjera furnizimi. Unë dëgjova sot edhe kryetarin e agjencisë ndërkombëtare për burime energjetike, i cili bënte thirrje që menjëherë të pushojë lufta në Iran dhe të krijohet mundësia e lundrimit të lirë në gjirin persik, sepse rrezikohet shumë edhe lëvizja me avion për shkak të mungesës karburantit nga shtetet të ndryshme, por edhe brenda shteteve të mëdha, ku numri i fluturimeve ka rënë në mënyrë drastike aktualisht dhe jemi në prag të një sezoni veror që kanë lënë edhe prenotimet, kanë lënë edhe kërkesat për të zhvilluar pushime në vende të ndryshme, të cilat kanë qenë të preferuara nga turistë të ndryshëm, pra që gjenerojnë të ardhura. Kështu që lufta në Iran dhe veçanërisht situata në ngushticën e Hormuzit ka sjell pasoja negative për ekonomitë globale dhe ekonominë evropiane në veçantë ku edhe ne bëjmë pjesë. Okej, ambasador, dua të ndroj pak jo temë, po konflikt. Duhet shkoj në atë konfliktin që ka mbi 4 vjet tashmë që vijon mes Ukrainës dhe Rusisë, sepse ka pasur një reagim goxha interesant. Kërcënimi i Rusisë dhe paralajmërimi për larguar ambasadorët, diplomatët, ka pasur një reagim nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Shqipëria konsideron njoftimin e Rusisë ku bën thirrje personelit diplomatik dhe qytetarëve të huaj